Okej, përveç faktit që jemi vetëm me pak orë gjuhë, nuk është se kam përqtuar në një gjë të re sot. Kështu që lexoj vetëm një fragment ose në sak një shprehje të vogël nga meditimi sot më ditor, për arsye sepse ky sot më është çik voluminoz. Dhe nuk dua që t'ju humb kohë me këtë gjë. Sulm apo mbrojtje. Fati nuk i ka krahë aq të gjatë sa kujtojmë ne. Ai mund të vërë rrethimin vetëm atyre që mbërthejnë fort. Ndaj, le të rrim sa më larg që të mundemi. Seneca, letra morale, TVD 2.5b, 6. Dhe jam shumë në gjumë që të mendoj në një gjë rreth kësaj shprehje, kështu që let's get to the fucking gym, baby. Okej, herën e fundit tu pas kemi bërë me 112 përsëriti. Tani normalisht nuk kemi mundësinë që t'i shtojmë më shumë peshë kësaj gjëje, kështu që përpiqemi të bëjmë sa përsëritje më shumë. Ose, thjesht nga dalsem tempon, edhe në këtë mënyrë do bëjmë pak. Okay. Dhe një problemi është që tu herën e fundit kisha shkruar 12. Sa i brita shkruaj 10, por do t'i lësh një vetes që nga dalso tempon. Bëjmë një back offset. Okej. Kalojmë hack squat. Okej, para top setit, pra para këtij seti tani provova një feeder set me 110 kg. Edhe do thoya që mund duke rënë që dhe normalisht nuk është janë shumë kile. 120 nuk mendoj që kam një rrezik të madh për të dëmtuar, por që rreziku është gjithsesi, meqense jam edhe me orë gjumi mangat. Por e vetme gjë që do përpiqem paktën është që të kap 7 përsëritje, edhe nëse është e pamundur, është okay. Se për ta përparuar nuk e diesh, nuk shumë rënë gjë. Nuk jam i shlopur siç duhet. Niveli i energjisë nuk është aty ku duhet, edhe kjo va po bën vetën sigurisht. Kështu që repringjin si gjithmonë, synojmë 6 deri në 8, po që të bëj përparim, se di. S'ka më besim. Here we go. Top set. Të rish mrap që thësh. Po të mundoheshe, e bëj. Dhe e bërë. Me që shumë e losme. Se di se ka qenë forma. Dhe gjithsesi, bëjmë një back offset.
Kaloj machine hyperextensions. Herën e fundit top set, pas kemi bërë 7 përsëritje, synojmë për klepën se herë. Po mendoja ta kapja një herë, sigur bëj deadlift, pa çka se leva masa nuk mund të jetë më e mirë, sepse do ta kisha çik më para. Kështu që e provoj mirë ashtu si ndihet. Here we go. Jo, se nxirra më të shumë. Sigur po lidhesha më mirë në momentin që e maja kështu, se mendoja sigur po bëja tamam si flat deadlift, po që sigur më lodhi gjëja kështu. Po se jam unë të rrezi normalisht. Po që kështu do e provoj edhe herë tjetër, pavarësisht se thash që do doja që ai rrotullat ishe çik më poshtë, që levat ishe më herën në rast. Bëjmë një back offset. Okej, bukur. Kalojmë leg extension unilateralisht. Atëherë herën e fundit këtu në top set kemi bërë me 35 4 përsëritje. Por ku po shifja faktikisht videon, ishte fakti që unë jam disleksik edhe në vend të 35 isha futur 40. Që i kam bërë 40 4 përsëritje. Dhe thash, me qenë se herën e fundit pas kam bërë me 40 4 përsëritje, nuk po e bëj më me 35, po e rris pak, se edhe 40 që ishe herën, e bëj me 37.5, edhe synojmë po prap 4 deri në 6 përsëritje. Here we go. Shtollemi pak bëjmë këmbë në majtë. Bëjmë një back offset. Okej, kalojmë seated leg curl. Okej, herën e fundit këtu më duhet kemi bërë me 110 përsëritje. Synojmë për 12 ose një më tepër, nuk e di, gjithsesi. Here we go.
S'kemi ta jetë. Se pasim të kanë për ima shumë. Gjithsesi, shplodhemi pak, bëjmë i back offset. Okej, për shipe lok bukun kisha shnur 100 kg aty, kësa ere faktikisht ishe 110, nuk e di bëra me vërteme 100 kg, po ka qenë gabim i mi që kam shkuar ta dash 100. Bët par video, po që gjithsesi 110 sa ere prapë back offsetin edhe synojnë për këtë në 6 deri në 8. Here we go. Se di pse, ose që më ka kap tute patella faktikisht. Edhe e kam dëmtur në një vend, kam bërë një extension ose tek hack squati, dhe akoma më vend që kur drejtoj gjurin. E nuk e din që ose është në inflamacion apo ka qenë faktikisht në i goditje se unë shquam që kur futem dhe i bie në i heguri me këmbë dhe mund t'jetë ose vetë dëmtim kështu, ose dëmtim nga një ushtrim. Po që duhet testuar, nëse ku dikim shpjetë e një bros. Kalojmë tek aduktorët. Për fat keq harrova ta marr gym pinin sot, kështu që përsëritje të larta. Here we go. Okej, bëjmë një back offset. Ufa më lodhi. Fatmirësisht ishte ushtrimi i fundit i kamera. Shmojmë të edhe kalojmë në upper body tani. Herë në fund në 75 arritëm që të zgjidhnim 8 përsëritje, synojmë për të 9-ën kësaj here, nëse jemi takat. Okej. Bëjmë një back offset. Fuck yeah. S'bëhet fjalë. Nëse, 6 është shumë mirë. Se ti pse më dha një si krisje. Kalojmë në muskullet e barbët. Okej, herën e fundit, top setu arritëm që nxjerrim duke 8 përsëritje, kështu që synojmë për më shumë që pse kemi takat. Let's na dhëm plaga. Ku qofta e drejt plage. Bëjmë një back offset.
s'kisha më takat. Ke çuditërisht edhe se ishim pa gjumë sot, arritëm që ta shtynim veten te gjitha ushtrimet, thuaj se përparuam. Kështu që ndonjëherë nuk është se ka justifikime, edhe mungesa e gjumit, edhe stresi, edhe këto tjerë normalisht bëjnë veten, por që fund ditës, siç e kam thënë dhe më përpara, konsistenca ka rëndësi. Kështu që sot era me mendje faktikisht nuk është se do përparoja, do thjesht vija të paktën, por që jo. Edhe kur ndihemi keq, mund të kemi përparime, edhe kur ndihemi shumë mirë, pastaj mund të kemi si thjesht Antoni fjalës përparime. Për mos ta lëm pa fjalë dështime atë temë. Nëse kush e pa videon deri në fund, si gjithmonë, na lini një koment, like, share, subscribe, që i bëjmë boost algoritmit, edhe tani shihemi në workoutin e radhës që është full body upper bias. Shifna.